Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën që zhvillua pak ditë më parë në Tiranë për UÇK-n, për lirimin e komandantëve në Hag, ndërkohë që procesi atje vazhdon dhe pritet që të mbyllet në fund të vitit, shpresoj me një lajm të mirë dhe kthimin e tyre të lirë, por për ta diskutuar atë që pritet të ndodhë, atë që ndodhi, kemi të ftuar studiusin Fredi Balaj. Zoti Balaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, i nderuar Dylber. Besoj se ishit në protest. Patjetër që isha në protest dhe unë banoj aty te bulevardi Zogël Parë dhe më bë zemra mal një herë kur pash gjitha ata persona që kalonin aty me uniformën e UÇK-s, edhe unë për koincidencë sot kam këtë stemën e UÇK-s sepse më adhuroi një miku im shqiptar i Kosovës, një biznesmen. Kishim një lidhje biznesi dhe më adhuroi, pranova me shumë kënaqësi, e punuar shumë bukur ajo. Ajo protest ishte një nga gjërat më të bukura dhe më domethënëse që mund të bëjë shqiptaria jonë, se kishte shqiptar nga të gjitha trojet. Do të thënë shqiptar të Maqedonisë, të Kosovës, të Shqipërisë. Ishte një protest që dilte nga zemra e secilit. Shko, do të thënë, padrejtësi të këtij lloji, nuk e di, mendoj që vetëm këtij kombi ton janë bërë gjatë shekulljve dhe vazhdojnë t'i bëjnë. Është tepër e çuditshme, është tepër indinjuese, tepër keqardhëse se si mund të bëhen këto gjëra. Do të thënë, brezi tani shumë i Evropës, mendoj unë. Mirë, brezi i Serbisë që as nuk e njeh historinë, nuk e di, është mbrojtur me një histori të gabuar, të rreme komplet. Po dhe brezi i Evropës nuk e di. Nuk e di atë që ka thënë ai kryeministri anglez në vitin 1913, Edward Grey, që tha, mbasi doli me një ankth të madh nga ajo konferencë e ambasadorëve në Londër, një konferencë qesharake, as me ministrat i jashtëm, as me bura shteti, po ambasadorët, u morën ambasadorët këtu dhe u morën me tokat e Shqipërisë, si do të coptoheshin tokat e Shqipërisë. Do të thënë, nga të katër anët ju hoqën pjesë Shqipërisë, shqyr këtej na deti, s'kishin çfarë të hiqnin këtej na deti, po nga të gjitha anët, veri, lindje, jug, ju hoqën toka të banuara historikisht nga shqiptarët. Është dhe një hartë ruse me të kuqe që thotë albanski në atë katër anë. Dhe ky Edward Grey, se ta kisha fjallën, nësën me një stres shumë të madh që del nga ajo e famshmja konferenca e Londrës, sot u detyruam për arsye të caktuara të kënaqnim dikë dhe të jepnim pjesë nga territoret e Shqipërisë. Po si më aqe thjesht është merret i Kosovën, atëherë Kosova ka qenë 100% shqiptar, 100%. Tani është 97% dhe këta 3% kanë ardhur këto 100 e ca vite, ka qenë 100% shqiptare. Merret i këtë takesh, merret i tjetri plavën, gucin, tivarin, edhe ulqinin, merret i tjetri këto strugën, dibrën, okrin, tetovën, merret i këto. Merret i tjetri këto, janinën, çamërin, merret i këto. E kupton çfarë është bërë? Është bërë një masakër e jashtëzakonshme. Plus pasaj që këto janë shoqëruar me masakra të papara. Po janë masakruar rreth 700 e ca fshatra në Nish, në zonën e Nishit, në 1878. Se ky muhabet ka 150 vite që ka filluar. Dhe mendja brezi i ri i Serbisë nuk i di këto më. Nuk i di këto 700 e ca fshatra shqiptare që u masakruan në kulmin e dimrit, në mezin e dimrit të 1878. U masakruan, u vran, u shpërngulën, u trajtuan në një mënyrë, u genociduan. U zhdukën aty në Leskovac, që ashtu ishin të gjithë zona shqiptare kanë qenë ata. Dhe
shko, Serbia është tepër e zonja në letra, të themi, po në manipulim letrash, në institucionalizimin e gënjeshtrave, në për letra, është fantastike në këto gjëra. Do thënë, ajsa dhe në, si shton, Bismarcku pas ka thënë në 1878 në Kongresin e Berlinit, që ata kanë sjell një thes me letra, kurse ju s'keni sjell. Sepse, do thënë, mbas shpinës së Serbisë, gjithmonë ka qenë Rusia, dhe janë bërë studime me qindra faqe, po studime ferreme, të jashtëzakonshme. Janë shkruar libra, shkruar një libër i Vladan Gjorgjeviçit, Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha, ku shqiptarët nxiren si njerëz me bishte, si çfarë themon, që s'kan as heronj, as Skënderbe, as këngë, as legjenda, as gjë, legjende e Shkodrës që na qenë nga Rozafës, na qenë nga serbe. Do të thënë, gjëra që të lënë me gojë hapur. Do të thënë, shpifje nga më të tmerrshme. Kërkesë aktualiteti? Po e bëra pak histori, sepse më shikoj që ndoshta dhe Evropa, ky brezi tani, nuk e njeh këtë lloj histori, këtë lloj genocidi që ka rreth 150 vite që e ndjek këtë kombin ton. Në veçanti, do të thënë, pjesën tonë të shqiptare të Kosovës, në 13-ën, do të thënë rreth 100 e ca vite më parë, në 1913, po, përveç masakrës, ajo masakra e 700 e ca fshatrave të Nishit u bë 150 vite më parë, në 1878. Pastaj Kosova u masakrua, dhe jo vetëm Kosova, po dhe një pjesë e Shqipërisë, në 1913. U masakrua, jugu Shqipërisë u masakrua nga grekët. Atëherë, nuk i din këto gjëra. Dhe çfarë ndodh? Pastaj bëhen këto librat e Çubriloviçit, e platforma, si ti zhdukim, si ti shpërngulim, si të bëjmë ligje kundër shqiptarëve, ndodhi. Mirë po këto gjëra po ndodhin dhe në ditën tona, po pito se sa ka, 25 vite ka lufta në Kosovë, që u tentua një genocid, një boshatisje e Kosovës. Janë vrarë në 10 ramira vetë, vranë rreth janë 1400 fëmijë, vetëm fëmijë. Dhe çfarë them? Tentohet që agresori të paraqitet si i agresuar, si viktim. E kupton, ai Vučići del me një fytyrë si i vuajtur atje dhe edhe ka dhe që mundon të japin të drejtë. Po si u krijua kjo lloj gjykate kështu, u krijua dhe me një farë mirëbesimi që patën krerët e UÇK-s në Kosovë, po një mirëbesim që pati dhe Shqipëria, sepse ishim me ballë hapur, po si që kapën zotin Haradinaj, ata u hetuan, bënë e lëshuan. U mendua që kjo gjë do ndodhte edhe me këta, sepse akuza e ngritur, u bë një libër nga Carla Del Ponte, Gjuetia, unë dhe kriminelët. Nuk e di, nuk e kam lexuar atë libër, po me indicje nga i libri u bë studimi i famshëm, ngritja e problemit nga Dick Marty, që mori në stacion të trenit, dosjen nga shërbimet e fsheta të Serbisë, nga shërbimet sekrete të Serbisë. Mori dosjen e përgatitur, prandaj them që janë shumë të fortë në manipulim letrash, janë shumë të fortë në bërje filmash, në propagandë, gjë që ne çalojmë shumë, s'ke filma kosovar shqiptar të flasin, po duhet bërë një film monumental për Adem Jasharin, u vran 58 veta, atje u masakruan në një shtëpi dykaçe atje, nuk u dorëzuan deri në fund, që na fëmia i fundit edhe deri te Adem Jashari, luftuan deri në fund, i dhanë shkëndijën e ndezjes flakës së madhe që u quajt UÇK, që respektoi gjithë bota, e kishte mbështetje NATO në ndërhyrjen që bëri. Pra UÇK-ja ishte aleat me NATO-n, si mund të akuzosh UÇK-n, të njollosësh emrin e UÇK-s, tentohet të njolloset
emri i Kosovës, i Shqipërisë, i NATO-s. Qa janë këto thagma që këto gjëra të turshme, mendoj. Pasha tjetë emisioni Fevziut, një dëshmitar sërb, që ishte pjesëmarrës në Vushtri, në vrasjen e u vrarët 1000 veta në Vushtri, u masakruan njerëzit, genocid i papar. Edhe del ai njëri aty, del në akuzë të këtë. Ti e atje që ke vrarë, ke marrë pjesë aty në njësitet që kanë vrarë rreth 1000 veta, dhe del dëshmitar akuzon këta tjerë. Po si mund akuza e parë u ngrit për trafik organesh në ai famshmi Dik Marti, tash që ka ndruar jetë dhe në fund të jetës së tij e kuptoi idiotizmin e madh që kish bërë dhe të them gjën neveritse që kish bërë, veprimin neveritës që kish bërë. E kuptoi në fundi kur zbuloi shërbimet sekrete të Zvicrës, zbuluan që serbët donin të i bënin atentat, ta vrisnin këtë Dik Martin dhe t'ia vishnin këtë shqiptarëve, siç u bë me ata 5-6 veta të rinj serb që u vran në atë të ashtu quajturën Panda, që ju odh shqiptarëve, po zbulua që ishin serb. Do të thënë, këto janë gjëra të paimagjinueshme edhe Evropa tani paguan rreth 2.4 miliard euro, ka vajtur deri tani kostu e kësaj gjykate. Dhe për çfarë? Për të njollosur luftën e një populli që doli për të mbrojtur familjet, shtëpitë e veta. Erdhën këta studentë, ashim thashim me shok, lanë universitetet e Europës, erdhën në Kosovë, morën pushkën në krah dhe luftuan. E mbaj mend në një emision, ashim thashim në televizor dhe tha sot do iki në Kosovë, ishin malet me bore, me ashu, thash me vete inshallah arin atje pa probleme, se serbët kishin rrethuar gjithë kufirin, gjithashtu e kishin minuar zonat e, nësën, një luftë eroike që kanë bërë ata, të jashtëzakonshme që e bëri Vučićević. Dhe iku akuza e organeve, ishte një turp i madh ngritja e asaj akuze. Si mund thua tani, këta kanë vrarë me 10 ramira vetë, fëmijë kështu, akuzohen tani viktimat që u pas kanë hequr organet këtyre, kanë marrë organet shpejt, i kanë shitur, i kanë marrë në një fshat. Kisha një punonjësin tim që ishte nga i fshat i famshëm i Shtëpisë së Verdhë. Dhe më tha, o inxhinier, ishte balta deri në gjuhë atje në atë kohë. Në kohën e luftës Kosovës ka qenë balta deri në gjuhë, nuk vetë dot verse me mushka. Tani më duket se kanë rregulluar çik, po nuk vetë dot, ishin me orë të tëra. Atje pas ka qenë klinika më e mirë në botë, që pas ka bërë këto organe, ishte një çmenduri më vete. Dhe pastaj aeroporti Rinasit ishte komplet në dorë të NATO-s, që pas kanë kaluar ta, e bën komplice edhe NATO, komplikon dhe NATO në këto akuze. Ra kjo akuzë pastaj se nuk kishte vend të qëndronte kjo akuze idioteske, e ndyre, vështirë, e përshtirë. Ra. Pastaj prit se janë vrarë sa njerëz gjatë lufte, po prit se e kanë pasur komandën të gjithë kapilare, të gjithë ushtarët, apo se kanë patur komandën të të gjithë, po prit mos se është luftë, janë të gjithë me armë në dorë. Zoti Balaj, po si mbyllet kjo e gjitha kjo, si mendoni? Tashi, shiko, nuk mund të mbash 5 vjet në paraburgim. Këta nuk ka në asnjë vend, dhe në vendin më diktatorial të botës, nuk të mbajnë 5 vjet në paraburgim, si mund të mbash ti ata? Duke ata mos pasur asnjë rrezik për të ikur, për të ratisur, për manipulim provash, aq më tepër që janë marrë dëshmitar në mënyrë të fshehtë. Dëshmitar në mënyrë të fshehtë. Mos marri vesh bota kush janë këta, çfarë thon këta njerëz. Pastaj kishe shumë aty, pash në atë emisionin e Fevziut, më bëri përshtypje të madhe më burr. Mbështetur tek akuzat serbe, mbështetur tek akuzat serbe, asnjë provë konkrete, asnjë provë. Po prito se është luftë, janë të gjithë me armë në dorë. U bën 97 në Shqipëri, u morën armët, atëherë i kam thënë shokëve të mi, do vriten shumë njerëz dhe aksidentalisht, do vriten shumë njerëz, armët në dorë, ne kemi mësuar në servitje ushtarake, arma në dorë është e rrezikshme, nuk drejtohet kur arma, ka 500 rregulla gjëra, i morën armat fëmijët, njerëz të paditur,
dhe u vran rreth 3000 veta në 97 në Shqipëri. Po nuk mund të akuzoje, çfarë them unë, Fatos Nanën për atë, pse se u vran këta njerëz dhe ti ishe, të themi, në krye të organizimit të protestave, të revolta popullore. Si ata u vran njëri me tjetrin, janë vrarë në përfshatra, janë vrarë. Po ke pasur sërb, ke plot në përfshatrat që kishin dhe shqiptar dhe sërb, kanë shkuar dhe kanë masakruar familje të tëra shqiptare. Janë akoma pa gjyqe, pa gjëra. Po ke sulmin shtetëror të Banjskës, edhe gjithë fajtorët janë bredhin lirshëm në për Serbi. Po si mund të merret ky gjyq të akuzohen pa prova, pa gjë? E kupton, kjo është një absurditet, një turp, një gjë, Evropa paguan për një krim fantazi të shërbimeve serbe, për shumë letra që mbushin ata me fantazinë e vet, për sa dëshmitar të manipuluar, sa thon pastaj kanë dalë aty, po jo kam thënë kështu, po s'kam thënë kështu, të frazë kanë shtuar vet. Dhe po vazhdohet një gjyq absurd, duket si në një ankth në ato të ëndrave kështu. Po është vërtet, do të thënë, ngjarje e neveritshme, do të thënë ç'a po bëhet. Maha mendja tash ti. Mendoj, e të paktën uroj që me gjithë të dëshmi pozitive që po bëhen tash nga funksionar amerikan, nga personalitete amerikane, po dhe të tjerë, shpresoj të shkoj Wesley Clark, që ka qenë atëre shefi suprem i NATO-s, ka folur të studio e Pepsiut, ka sqaruar gjërat tamam si që ishin. Këfton, bashkëpunoi UÇK-ja me NATO-n, ishte luftë e drejtë, sipas të gjitha kritereve të luftës çlirimtare, luftë me uniform, luftë pa përfshirë civilët, nuk është vrarë një fëmijë, një grua, fare, hiç. Po tash po prit se është vrarë njëri atje, po është vrarë njëri atje në fshat, është vrarë një shqiptar këtu, po është luftë morbur, janë të gjithë, thash, u vran 3000 veta në 97 në Shqipëri, 3000 veta me njëri, po nuk mund t'i vësh gishtin njërit që është në krye të asaj proteste. Këta ishin komandant politik, plus që për periudhën për të cilën akuzohen ata, ka qenë Umniku, u detyrua UÇK-ja të dorëzonte armët, të ishte dorë, ashtu ishte firmosur kontrata dhe e morin dorë Umniku. E tani këta përpiqen, do thënë, prokuroria atje tani përpiqet për gjetur qime në vezë, kur i thon. Po pritet pse është vrarë ai aty, pse është vrarë, kur ta nuk mund të keni den fare pse është vrarë njëri. Po pritet se kemi sot në çdo vend të botës vritan njerëz. Vritan njerëz në Amerikë, vritan në Itali, vritan në Shqipëri, kudo vritan njerëz. Po s'mund të marrësh në gjyq tani kryetarin e shtetit pse u vra ai atje, pse u vra. Unë shpresoj tash që me që gjërat kanë dalë kaq hapur, kaq ashtu janë implikuar në dëshmitë e tyre personalitete kaq të larta që po flasin, po deklarojnë ato ngjarje që kanë ndodhur. Shpresoj që ata të lirohen sa më shpejt, që të jetë e mundur, do të thënë minimumi i asaj që mund të bëhet për të vënë një drejtësi kaq të munguar dhe një dinjitet të Europës kaq të munguar, the minimumi është që ata të lirohen me njerë, me fjalën e parë që do thonë ata gjykatësit, me gjithë dëshmira pozitive, me gjithë gjëra, se ato negativet nuk i kemi parë, kanë qenë me dyert të mbyllura. Po besoj, uroj me gjithë shpirt që do lirohen, por nuk ka arsye pse të mbahen ata njerëz atje. Kaq padrejtësisht. Zoti Barret, falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që në dëshminë që do jap Wesley Clark dhe të tjerët kemi mundësi që ta komentojmë. E uroj me gjithë zemër këtë që të falenderoj i nderuar gazetar dhe të uroj çdo të mirë ty dhe të gjithë shqiptarëve.